Allah sallallahu alaihi wasallam në një hadith që shënon Buhariu nga Abu Musa al-Ash'ariu na jep një shembull për të na treguar dhe për të na thjeshtësuar çësjen tonë në raport me këtë vepër. Thotë shembulli i atij që e përmend Zotin e vet, krahasuar me atë që nuk e përmend. Shembulli i atij që është i dalluar me dhikr dhe krahasuar me atë i cilin nuk e ka dhikrin, pjesë të hartës së adhurimeve të tij. Thotë shembulli i atij që e përmend Zotin e vet, krahasuar me atë që nuk e përmend, është sikurse dallimi mes gjallit dhe të vdekurit. Është dallimi mes gjallit dhe të vdekurit dhe ky dallim është shumë i natyrshëm. Për arsye se dhikri përbën vëmendje. Vëmendja është gjendje gjallërie. Vëmendja është edhe sytësia është gjendje gjallërie dhe shkujdesja dhe harrimi është gjendje përgjumje, është gjendje vdekje. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë që të përmendurit e Allahu subhanahu wa taala është jeta e besimtarit. Dhikri përbën jetën e besimtarit. Dhikri përbën gjendjen më të gjallë dhe më vitale në fetarinë e besimtarit.